Kush mendoni ju se është më i vogël në mbretërinë e qejve? Fëmijët? Më të varfrit? Të dobtit? Për hir të së vërtetës në Bibël ka raste kur Jezusi flet për fëmijët si më të vegjlit. Për fëmijët ai do thoshte më të vegjlit. Tani fëmijë, unë dua që ju të dini se çfarë Jezusi mendon për ju. Jezusi mendon se ju mund të jeni më të mëdhenj se Gjon Pagzori. Dhe e dini pse? Gjon Pagzori e pa Jezusin ball për ball. Ai ishte kushëriri i tij. Ju kur nuk e keni parë Jezusin me sytë tuaj. Por atëherë, kur jeni adhurues i vërtet i Jezusit, kur e doni me të vërtet Jezusin, kur jeni një dëshmi e vërtet për Jezusin, kur zemra juaj është e butë ndaj Jezusit, në sytë e Jezusit ju jeni më të mëdhenj se Gjon Pagzori. Tani dikur do të thotë për një minutë, Michael, prit një minutë. Si mund të jem unë më i madh se Gjon Pagzori? Mirë, ka dy gjëra. Dy gjëra janë shumë të thjeshta. Këto janë vërtet të thjeshta. Të pasurit, qartësi mbi misionin e jetës suaj. Dhe së dyti, të pasurit pastërti të motiveve tuaja.